Sa i përket bashkëpunimit politik me vetë faktin që unë marr pjesë në këto zgjedhje, kjo nënkupton që angazhimi im pas 7 qershorit do t'jetë për ta tejkaluar krizën, jo për ta krijuar edhe një krizë tjetër, për ta ndalë përçarjen, jo për të krijuar më shumë ndarje, për të krijuar institucionet, e jo për ta dhënë edhe një argument atyre që nuk kanë punuar dhe nuk punojnë, për të viktimizuar dhe për të thënë jo s'po më lënë të tjerët, jo po më rrëzojnë të tjerët, jo. Do të krijojmë institucione, ky do t'jetë angazhimi im i përditshëm pas 7 qershorit, që institucionet të krijohen, që krizat të tejkalohet dhe përçarjet të ndahen. Për te i personit tim, për te i sulmeve personale, do të veproj siç kam vepruar edhe më herët si presidente, si institucion, në interes nacional dhe interesi vetëm nacional i Republikës së Kosovës është që gjitha partitë politike shqiptare ta gjejnë një mënyrë për tejkalimin e krizës dhe jo për thellimin e saj. Kosova është duke humbur shumë, populli i Kosovës është duke humbur shumë dhe nuk po flas vetëm në imazh. Humben investime, humben vende të reja të punës, humbet mundësia e zhvillimit, humbet shpresa për rinin, humbet mundësia që ekonomia jonë të ecë përpara e jo qytetarët tanë në baza ditore të kenë probleme enorme me çmimet, me energjinë elektrike dhe shumë e shumë probleme të tjera me të cilat ballafaqohet secila familje në Kosovë.